Po besoj që jemi mirë. Ajo që është më kryesore që në shoh të vajza është optimizmi, është dëshira e tyre për këtë neçe, për ta kaluar me sukses dhe për me bëu më të mirë. Dhe normalisht kur unë shoh këto vajzat, unë besoj shumë dhe ky besim besoj që do të na shpërblet me një rezultat mirë nesër. Janë probleme të vogla që fal stafit mjekëtor i kemi kalu, besoj që ato stafi mjekëtor ka punu shumë mirë, është në shërbim 24 orë të vajzave dhe për afër dhe ato që probleme që kemi pas, besoj që i kemi kalu dhe nuk do kemi probleme nesër në neshje. Po ajo që kemi përmirësuar është se ne njohim tash që kemi më shumë, jemi përballë, dim çka kundërshtarit kemi përballë. Normalisht është kundërshtar shumë i fortë. E dim vlerat e atij ekip, por sot njohim vlerat tona më mirë dhe shpresojmë shumë që duke njohur vlerat tona, duke njohur aftësitë tona, që ne të jemi edhe më mirë se sezonin e kaluar. Shkodranët nuk kanë nevojë për thirrje, sepse ata dinë vetë që vajzat kanë nevojë për mbështetje dhe në sa herë që kemi luajtur me ekipin kombëtar këtu e kemi gjetur atë mbështetje. Jam shumë krenar për ta dhe jam shumë krenar për mbështetjen që na japin. Dhe besoj që nesër do të jenë më të shumë në numër dhe ne ti mos i zgënjejmë, të zjarrim të gëzuar dhe të lumtur nga neshjet e jonë, paraqitja jonë.